miqtë Prizmës. Protesta e djeshme ishte e dhunshme dhe të gjitha protestat që do vinë mbas saj do të jenë edhe më të dhunshme, sepse kjo është kërkesa e shefit protestës, nxitësit Sali Berisha. Por në këtë klip të emisionit Prizmës do ta nis me fillimin e përdorimit të disa lëndëve që duken sikur janë piroteknike, por në të vërtetë janë sofistikuara që të veprojnë si bomba, krahas molotovëve me sisteme të reja, të cilat sigurisht bëjnë dëme të mëdha në sasira të një shpërthimi gati si një bombë që mund shkaktojnë edhe viktima. Është ai grupi i strukturuar, i cili sigurisht man pankarta dhe fsheh fytyrën, por që në të vërtetë dëshirën e ka që të shkaktojë sa më tepër dëm dhe viktima, sidomos në radhët e policisë, po pastaj të krijojë mbështellimin e tillë për t'i dhënë mundësi me anë të gjakderdhjes edhe djegjeve edhe një krimi, kuptohet, duke e përdor politikisht këtë element dhe duke bërë gjithmonë atë që kanë mend Sali Berisha për të bërë që është gjakderdhja. Realisht atë kanë mend të bëjë dhe realisht është ajo e gjithë historia nuk e di si të them tash e protestave të tija, është e gjithë historia e shëmtuar e protestave të dhunshme që ky individ, ky person i cili ka tërhequr zvarr gjithmonë turmat, i ka bërë keq edhe jo vetëm turmës, po shtetit edhe shoqërisë shqiptare. Është eksperti Karamuqo, janë disa ekspertë që i shpjegojnë edhe çfarë po përgatitet. Është një trafik që bëhet nëpërmjet Kosovës dhe janë mjetet piroteknike, por është edhe një moment i cili mund të përdoret edhe tritoli dhe kjo pastaj është vrastare, është për t'u alarmuar. Policia në vërtetë është duke bërë kontrollet e rastit, po njëkohësisht po studion akoma më mirë këtë domethënie, sidomos për protestat, po dhe shtimin e kontrabandës të armëve të vogla, të lehta që vijnë nga Kosova. Në të vërtetë janë arrestuar njerëzit, janë kapur edhe armët, por po bëhet edhe një trafik i përdorimit të armëve të tilla, të cilat pastaj është të treshi ose dyshi që i thonë, përdorimit të një mjeti i cili është vrastar pothuajse si një bombë. Po dëgjojeni bisedën që është bërë. Bombat që the ti në protest, këto që ka kapur policia, ku prodhohen këto njerë? Pra si mund ta bësh atë shishen e plastikës me atë dinamitin? Ajo që ndjeku me vëmendëri e policia e shtetit ka bërë disa operacione, i fundit ishte para 3 ditësh, për një trafik shumë të rrezikshëm me armë zjarri që po ndodh nga Kosova në drejtim të Shqipërisë të armëve të vogla, armët brezit. Tani policia e shtetit ka një sfidë që të bëjë një operacion për bllokimin e gjithë trafiku në lidhje me MR30 Pandatën, e cila është një prodhim fishek zjarr, por shkon në limitet e një eksplozivi në Kosovë. Në bashkëpunim me policinë e Kosovës, sepse aty prodhohen. Prodhohen në Kosovë. Pra ka një trafik ilegal të këtyre lloj eksplozivëve të vegjël, i cili vjen nga Kosova në Shqipëri. Dhe posedohet nga persona të cilën mund e përdorin protestë, mund e përdorin edhe në vende të tjera në ngjarje kriminale. Këtu e kam gjithë shqetësimin. Mi të shohim si do jetë. Të shohim si do jetë. Besoj e dëgjuat. Dhe nuk e them unë, e thonë ekspertët. Janë ekspertë aty, sidomos ai që Karamuqo është në të vërtetë një nga ekspertët më të mirë dhe nuk është personi që mban krah politik, s'ka krah politik, ai është thjesht një ekspert dhe nuk është televizioni ku është bërë kjo bisedë që mban krahun e qeverisë, përkundrazi. Mban shumë krahun e opozitës. Janë kapur në rrugë, televizionit i kanë parë, janë lagur në fillim, sepse ato do shpërthenin, po uji që është hedhur nga makinat e ujit i ka bërë pa efektshme disa prej tyre. Tash do keni klipin që unë bëj narrativën time politike, por këtë desha ta vendos të parën sepse është një rrezik jashtëzakonisht i madh. Të tilla mjete do të përdoren edhe në protestën e ardhshme, janë të paralajmëruar. Protesta e ardhshme ka për të qenë më e dhunshmja, e mundshme, sepse sigurisht Sali Berisha është përgatitur që të shpalli luftë, jo thjesht qeverisë, të shpalli luftë për të futur vendin në luftë civile.
për të dedhur gjaka dhe për të bërë mundësisht zhgarravitjen e fundit të modelit 1997 dhe sidomos atë të modelit 1998 katërën shtatorit. I duhet patjetër që të shkaktoj viktima, që pastaj mos ta ndaloj asgjë hakmarrjen e tij politike. Për familjen e tij, ideja është që për familjen e tij duhet djegur gjithë Shqipëria. Ky është mendimi fiks i Sali Berishës që në 1990. Tash ndiqni atë çfarë kanë për të thënë politikisht. Mirëmbrëma miq Prizmos. Ja pra u krye edhe protesta e radhës e Sali Berishës edhe atyre që vazhdojnë të shkojnë brapa një stalinisti i datës 8 nëntor 1968. Këta njerëz pretendojnë që ky stalinist i 1968-s t'i rregulloi punët e pushtetit, t'i rregulloi familjet, t'i rregulloi atë gjendje financiare dhe ekonomike, t'i rregulloi kushtet e jetesës, t'i rregulloi gjithçka. Në të vërtetë ata nuk e besojnë këtë punë. Thjesht në zemrën e tyre ka një urrëtie të mungesës pushtetit. Ngopen vetëm me pushtetin e një njeriu i cili sigurisht tash është duke bërë kilometrin e fundit, jo vetëm biologjik të tij, të një 83 vjeçari i cili tash nuk ka më asgjë për të humbur, vetëm nuk e di, mbase pranga nuk ka, por edhe sikur biologjia e tij ti tregoj që është në fund dhe demenca ti filloi të veproj, ai nuk ka për të humbur asgjë. Thjesht vazhdon të bëj keq këtij vend. Protesta e fundit ishte ma me pak njerëz, po ma me shumë krim dhe njëkohësisht dhunë, violencë. Aty është i ndarë një grup kapuçonësh, të cilët sigurisht disa me lek, disa pa lek, disa me një vizë hundve përsa i përket frymëzimit, do bëjnë punën e tyre, marrin pankarta, futen në rreth, vinë me vonesë dhe ikin të fundit, por qëllimin e kanë që sa të mbaroj fjalën Sali Berisha dhe të marri flamurin dorë, ata të sulmojnë me bombardat e tyre, disa me fishek zjarr të mëdha të mbledhura bashkë që përdoren si armë, dhe disa tjerë sigurisht me molotov. Gjysma e molotovëve që nuk mundën të hidhin ishte sepse policia u tregua shpejt edhe lagu turpën. Duke lagur turpën, ju lagu edhe pjesët e molotovëve që nuk kishin zot tentuan që të marrin plak, por nuk morën dot plak. Thjesht hapin benzinën. Megjithatë dhuna ishte e pashmangshme. E pashmangshme se u nxit edhe nga fjalët. Ishte një studente, 21 vjeçare, 22 vjeçare nga Akademia e Vigjidorit dhe nga Krajina, në përgjithësi të gjitha që ushtrojnë dhunën kanë origjinë të njëjtë, kanë origjinën e Sali Berishës. Ajo ju bëri thirrje policisë që të mos bëhen tradhtar, për të bashkohen. Dhe Sali Berisha vetë ju bëri thirrje që të heqin kaskat, të heqin burojat edhe të bashkohen. Se për ndryshe, sigurisht do t'ja hiqnin këta. Dhe gjatë gjithë kohës kishte element të tillë të mbuluar që tentonin të zbulonin, u paralemrua të zbulonin policinë nga kaskat e tyre. Në të vërtetë gjithë fjalimi Don Kishotesk dhe kriminali Sali Berishës kishte një përmajtje që niste e mbaronte me revolt paqësore, një nonsens, pjesë shkum goje ose delir politik i Sali Berishës, sepse edhe revoltë dhe paqësore nuk ekzistojnë. Nuk mund të ekzistojnë së bashku. Revolta është revoltë, është e dhunshme. Bësh një revoltë e cila është e dhunshme paqësore, është vetëm në delirin që Sali Berisha i shet ignorantëve dhe një pjesë të intelektualëve delirant që ka dhe në Shkodër, bile njëri shkruan të atje që i ngjan Sali Berisha Mahatma Gandhit. Imagjino çfarë deliri ka ky fare intelektuali, familje patriotike me emër të madh, bile kanë edhe emrat, edhe emër shkollë me emrin e tij, emrin dhe me emrin e tij, sa krahason lëvizje paqësore lëvizjet e Sali Berishës. Por ky delir nuk është vetëm ke Sali Berisha, është edhe ke ky person.
normalisht që kjo do që të përfaqësoj edhe mendimin e ri të paqes edhe të protestës paqësore. Protesta paqësore e Sali Berishës kishte si qëllim jo vetëm ato bombardat edhe djegjen e policisë, po kishte qëllim shpalljen e armikut, e ka shpallur shpesh armik Edi Ramën. Bile në krahasim me Enver Hoxhën, Edi Rama ishte edhe më i keqi. Sepse në të vërtetë ke Sali Berisha ndjehet një farë mënyrë faji që flet kaq shumë kundër atij regjimi i cili e mori dhe e rriti, e edukoi, i dha shkollë, e çoi në Sorbonne, e futin familjen e tyre. Ky shan Enver Hoxhën ndërkohë që ka qenë i lumtur me të, Ky nuk është dakord shumë me Nezhvien, se ajo i ka thënë bashkë me disa njerëz aty, ky maloku, urrejtja e Sali Berishës për komunizmin, se në familjen e Sali Berishës gjithmonë përmendet fjala se kjo Nezhmia ose ky filani atje i thonin është maloku. Po jo për Enver Hoxhën. Enver Hoxhën ai adhuron, siç adhuronte Enver Hoxha Ahmet Zogun, e adhuronte, imitonte, por pastaj demaskonte dhe luftonte, futte njerëzit e tij në përburgje. Po kështu bën edhe Sali Berisha, e adhuron Enver Hoxhën, në të vërtetë edhe shpall armik, akoma më të keq se Enver Hoxha Edi Ramën. E shpall armik edhe njëkohësisht tradhtar të kombit që duhet çuar në Hag, sipas tij. I gjithë fjalimi kur lexonte edhe hajt, po pastaj mosha bën punën e vet edhe kur dilte jashtë rreshtave të leximit, jo vetëm deliri, po dhe citnoti mendor ose demenca që sigurisht i ka filluar, e bën. Por i ka filluar demenca, po jo e keqja. E keqja i është shtuar, është për edhe një i moshuar jashtëzakonisht, edhe më i keq se kur ka qenë 50 e sa vjeç, 60 vjeç edhe 70 vjeç. Ai i njëjtë ka qenë. Edhe plani i tij sigurisht është që në të ardhmen sigurisht të ushtrohet dhunë, sepse në të vërtetë Sali Berisha do që në protesta mundësisht të ketë një të vdekur. Imagjinoni me gangsterizmin e tij, thanë parandaluam një gru shtetit. I vetmi që ka bërë gru shtetit këto 35 vite është Sali Berisha me 14 shtator. Dhe pikërisht këtë skenar kërkon me 20 shkurt Sali Berisha. Protesta ka përqenë akoma më e dhunshme. Grupet për të sulmuar do të tentojnë që të ketë një viktim o nga policia ose nga protestuesit. Që pastaj Sali Berisha të nesërmen të organizoj grushtin e shtetit, njësoj si me 14 shtator. Me 14 shtator u vra para selis tij, edhe fjalët janë që është organizuar nga vetë Sali Berisha, Azemajdari, dhe pastaj me arkivolin e tij bën grushtin e shtetit. Po këtë kërkojnë ruina Zot, edhe policia duhet ta dinë, organet e rendit duhet ta dinë, kamerat i kanë me rezolucion të lartë, ata e dinë se kush ka vepruar dhe si kanë vepruar. Pastaj Sali Berisha thot hodhi zjarr policia, ra në të Nallbatin. Ai Nallbati për shembull është një nga ata maskaret deputet Sali Berishës, i cili bën të fortin në atje në katunin e vet, duke rrahur shofer rrugët bashkë me të vllajën. Sepse nëse ajo punë do t'i kishte ndodhur diku në veri, atij Nallbatit nuk do t'ishte gjendur më as edhe nuk po e them tash se çfarë, por domethënë nëse do ta kishte bërë atë skenë, bie fjala diku në Shkodër, kudo në Katun apo në qytet, Nallbati nuk do ishte më i gjallë. Domethënë do t'i kishte larë sapet prej kohësh, por ai e di ku e bën. E bën Katun të vetin aty dhe bën të fortin. Që ky Nallbati do të që të bëhet edhe të fortin me ata politik i treguar. I dha një spray të mirë hundëve dhe iku si qeni rrahur. Por Sali Berisha kështu përdor, man fjalimin, nxit, fillon lufta, ikën me makinë dhe i le që të vriten me njëri tjetrin, ai kërkon luftë civile vazhdimisht. Dhe pastaj u thot deputetëve, ç'a doni mas me ju? Shkoni atje, vazhdoni luftën. Ç'a doni? Unë t'ja bëj luftën, unë bëj organizimin. Dhe sigurisht pastaj aty fillon lufta me policinë. Qëllimi ishte të goditej policia. E paralajmëroi ajo bashkëshatarja e Sali Berishës në tribun, e veshur me blu, bile ky e mori dhe e përqafoi. Ju tha mos u bëni tradhtar, dhe e paralajmëroi dhe vetë Berisha bashkë me të tjerë duke thënë hiqni skafandrat.
që t'ju vrasi më mirë, t'ju djegi më mirë. Dhe pastaj filluan të hedhin Molotov, sigurisht, mbi policin, mbi News 24, dhe i thoshtë News 24, ka që pa turp, bashkë me Euronewsin, sa thonë e hodhi policia. Në mënyrë tragjike, a i ka njerëzit, kamikazët e ti edhe njerëzit shëmtuar të ti kudo. Urrejtja patologjike edhe në media është e jashtëzakonshme. Është urrejtje patologjike për shtetin, se po t'ishte vetëm për Edi Ramën, njerëzit dhe mund të justifikojnë. Po kanë urrejtje patologjike për shtetin dhe dashuri patologjike, morboze, me një përdhunues si Sali Berisha. Me një kolektiv përdhunues si Sali Berisha, që ka 35 vite që e merë zvarë, 36 po bëhen, që e merë zvarë shoqërinë shqiptare. E merë zvarë sepse nuk e di, ka arritur të afusin luftë civile, deri në luftë civile në 97, a i do të shi që kur po plaket, ta realizoj plotësisht luftën civile, të shofi sa më shumë mundësisht të vdekur mes shqiptarëve. Ky është qëllimi i tij. Dhe për këtë gati dje ju lut edhe regjimit Enver Hoxhës. E bëri më të mirë regjimin e Enver Hoxhës se sa regjimin e Edi Ramës. E bëri më të mirë atë regjim i cili sigurisht po t'i dile ti protestoj, dhe që nuk nisej fare, edhe mendimin nuk mund ta kishe dot. Thjesht jo të vriste, po mhalla jote e pësonte nga ky lëndim, nga kjo marrëzi. Megjithatë, ai mbetet një stalinist, një bolshevik folklorik, periferik. Sali Berisha është njeriu më kriminal që ka nxjerrë deri tash në majt të shtetit shoqëria shqiptare. Dhe vazhdon të bëj dëme të mëdha. Për fat të keq ja kanë zgjatur shumë edhe këta që janë sot pushtet. Ja kanë zgjatur me marrëveshjet që kanë bërë me të, ja kanë zgjatur me shumë element të cilët shkojnë nga aferat ekonomike që vazhdojnë t'ja japin akoma familjes tij atij vet, dhe deri ke marrëveshjet e nëndveshme për pushtet. Ja kanë zgjatur sepse sigurisht së bashku përbëjnë postkomunizmin e fundit. Postkomunizmin i cili po zgjat në mënyrë tragjike në këtë vend. Dhe pushteti i sotshëm, në një bashkëpunim morboz, po e përsëris edhe një herë, i ka zgjatur opozitarizmin ashtu si kurndër, Sali Berisha ju ka zgjatur këtyre pushtetin. Kjo formë e bashkëjetesës me një kriminal si Sali Berisha është një nga marrëzit më të mëdha që e ka gjetur shoqërinë shqiptare. Kjo bashkëjetesë morboze midis pushtetit të një kriminali vrasësi si Sali Berisha me pushtetin e sotëm, është një majorancën e sotme, është një nga morbozitetet më të ndyta të post-komunizmit shqiptar. Ne vazhdojmë të jemi post, janë produkte direkte të asaj kohe. Dhe në momentin që mbaron ky lloj morboziteti, atëherë mund të themi që kemi dalë në një moment tranzicional i cili kalon del në një kohë e cila pastaj nuk e njeh më post-komunizmi. Dalim në ftyra të reja, në formë të reja dhe njëkohësisht në mbase trashëgimtar, por jo të kësaj lloj forme dhe përmbajtje. Dakord miqtë mi. Ajo që po e them edhe një herë është që protesta tjetër do të jetë më e rrezikshme, sepse nga Sali Berisha do të kërkohet vdekja. Ai kërkon me patjetër vdekjen për ta shfrytzuar, për të bërë pastaj aktin e fundit të tij, grushtin e shtetit dhe gjakun e madh të Shqipërisë. Sigurisht që Ministria e Brendshme, sigurisht që shteti duhet marrë masat për të mos ndodhur kjo. Sepse i paralajmëruar është, e kanë paralajmëruar vetë. E para ka shpallur që larguam një grush shteti, imagjinoni fantazinë e tij, ju a hedh njerëzve shqiptarëve. E dyta e ka me policinë, thotë largojuni, dilni nga ne. Dhe pastaj po të largohen ato, çfarë do të bëjë Sali Berisha? Çfarë mund të bëjë me kryeministrinë? Ja ta zëm se u larguan. Çfarë mund të bëjë? Pra, në këtë pikë ai kërkon patjetër gjakderdhjen. Dhe në momentin që bëhet gjakderdhja, e shfrytëzon në të gjitha llojet mënyrave.